I rikthejmë transmetimit të drejt për drejt të debatit edhe për pak minuta dhe pa humbur kohë po pres përgjigjen tuaj, zoti Lapaj. Se është bën dhe angazhimi të vetën. Unë di të them që ne të gjithë fushatën tonë në këto zgjedhje e kemi orientuar ka problemet, programi dhe përballja me llogaridhënien që pushteti duhet të bëj. Ne nuk kemi këtu tani t'i bjem X fragmentit të opozitës apo Y fragmentit të opozitës. Ka disa fragmente opozita, fatkeqësisht. Tani ne nuk kemi për të bërë këtë gjën këtu. Të rriun tani të merrem me një subjekt tjetër që është i ri edhe ose me opozitën e deri tanishme, unë kryesisht dhe ne do të merremi me idet, programin dhe me pushtetin, sepse nevoja adekuate më e rëndësishme është të ndrohet pushteti në këtë fazë. Absolutisht. Në 20 sekonda më qartësoni idenë e zgjedhjeve pas zgjedhjeve. Po ta thash, po e them edhe një herë shumë thjesht dhe shumë sakt. Të gjithë njerëzit e ndershëm të kësaj republike, qofshin demokrat, qofshin socialist, qofshin me ne, qofshin të paangazhuar, duan që tranzicioni të marrë fund. Nuk duan që të iki njëri për inat të njëri të vi tjetri dhe ky tjetri të vi me sëmundjet politike të këtij të parit edhe t'i çojë edhe t'i avancojë edhe më tej. Duhet të marrë fund procesi i zgjedhjeve që nuk njihen nga palët edhe nuk dakordsohet për rezultatin. Dhe ne duam të marrë fund fenomeni i përdorimit të administratës, duam të marrim fund përdorimi i parave në zgjedhje, duam të marrim fund përdorimit të fortëve në zgjedhje. Për këtë arsye duhet që të shkojmë në një palë zgjedhje që nuk drejtohet pushteti nga ky që është sot. Dhe ju po më thoni, merrni 300.000 votat që ju dalin në sondime, bëheni kushtëzues, bëheni kondicionues për formimin e qeverisë, por ama nuk bashkëpunoni as me PS-n, as me PD-n, as me Edi Ramën, as me Sali Berishën, dhe shkoni në zgjedhjet parakoshme të tjera për të anuluar sistemin aktual dhe për të penetruar realisht pa interferenca të tjera që janë problemet sot. Me kjo është skema? Në emër të koalicionit Nisma Shqipëria bëhet, po ju them, nga të gjitha llogaritjet tona dhe puna që po bëjmë, ne synojmë, të thash synojmë 300.000 vota në kuti në këto zgjedhje, sepse kjo do të jetë çarja e madhe e sistemit dhe nëse qytetarët na i vot besojnë, do ta çojmë vendin në zgjedhjet të parakoshme për të hequr këtë pushtet aktual, për të çliruar administratën nga dhuna e tyre, për të çliruar zgjedhjet nga paratë e krimit dhe për të çliruar zgjedhjet nga të fortët të cilët bredhin në emër të pushtetit. Dhe pasi në këtë vend të shkohet në një palë zgjedhje normale, do të lexojmë rezultatin dhe do të japim vendit pastaj zgjidhje për të qeverisur nëse do ta kemi në dorë dhe për të ecur përpara. Të fitoj kush votohet në këtë rast. Për këtë të lutem se dua ta theksoj. Ne kemi hyrë në politikë eksaktësisht për këtë gjë. Nuk e kemi me merak kush fiton nesër në zgjedhjet lira dhe të ndershme. Ne kemi hyrë në politikë që më në fund në këtë vend të votonte diaspora, siç do votoj, të demokratizohet hapja e listave, të bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme të depolitizuara. Kaq. Më thoni, më konfirmuat që kërcënime keni marrë, oferta joshse keni marrë nga palë dhe po ndaloj fillimisht e Partia Socialiste për cilën ju e dini shumë mirë që keni pasur edhe akuza sponsorizimesh. A ju kanë joshur deri sot? Së fundi jo. Më përpara kanë pas oferta para se të në fillimet e gjës kanë pas oferta të cilës natyrë, zoti Lapaj? Për të angazhuar në zgjedhjet lokale, po kanë qenë gjëra që unë i kam refuzuar dhe nuk kam pranuar. Për të angazhuar në zgjedhjet lokale konform Partisë Socialiste për ndihmuar strukturat e tyre apo për të qenë aktivisht me PS? Unë nuk di a kanë ardhur në emër të zotit Rama dhe ai e di, po besoj e di, po më kanë ardhur për të garuar dhe nuk kam pranuar. Kjo ka qenë oferta e parë dhe e fundit nga Partia Socialiste? Ka ndodhur edhe për një përfaqësim në komisionin e zgjedhjeve, diçka e tillë, nuk kam pranuar. Kam pas gjithmonë ëndër të kontribuoj modestisht për transformimin e vendit